Në ambasadën e paqes në Tiranë, Federata Paqes Universale në bashkëpunim me Federatën e Familjes dhe Këshillin Shqiptar të Paqes zhvilloi veprimtarinë me temë Duaj Zotin, familjen dhe kombin. Aktiviteti mblodhi ambasador për paqe, përfaqësues institucional, personalitete të kulturës si dhe miq nga të gjitha trevat shqiptare. Programi u moderuan nga Zotri Defrimet Hasani, kryetari i Federatës së Paqes Universale në Shqipëri, i cili krijoi një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore. Fjalën përshëndetse e morën figura të ndryshme që kontribuojnë në veprimtarinë e Federatës dhe Ambasadës së Paqes, të cilët ndan reflektime mbi rëndësinë e dialogut, bashkëpunimit dhe rolit të vlerave familjare shpirtërore në forcimin e paqes. Ata theksuan se vetëm përmes angazhimit të përbashkët dhe vizionit të unifikuar mund të ndërtohet një shoqëri më harmonike dhe qëndrueshme. Atmosfera u pasurua me performanca artistike, ndërsa një pjesë e veçantë e eventit ju kushtua dhe artistit të madh Xhevat Limani, i cili në prag feste solli një recital të paharrueshëm, vargje me motive kombëtare. Interpretimi i tij emocionoi të pranishmit dhe i shtoi veprimtarisë një dimension artistike shpirtëror që theksoi me tej vlerat e identitetit dhe trashëgimisë shqiptare. Mirë se u gjeta edhe në shtëpinë e paqes, edhe shpirtët më të trazuar do të qetësohen dhe do të vëdësohen. Uroj që në zemrat tona të mbisëndoj paqja, dashuria dhe ajo që ja thanë këto dy burra nderuar të ditur dhe të urtë, krye harmonia. Me që jemi para pesës flamurit, 28 nëntor, kam zgjedhur vargjet e apostullit të vargut shqip, Pans Stipianolit, hymni i flamurit. Hymni i flamurit. O flamur gjatë. O flamur shtatë. O vënd dhe vatër. O nëll dhe patë. Largur me dëmë. Jegur me flarë, flamur i kush, flamur i zi, Kortesh Kambi, Mel Tirani, të trem Romani, as Veneciani, as Sen Dushani, as Turk Sultani, flamur i madh për veçëri. Pajton Islam me krishtërimin, shpall midis feve për ladhrimin, flamur bujar për njerëzit. Me Skënderbej, u lavdërove në çdo furtunë, i fund mi u shove. Me margën, praptar prapove, yll i pavdekur për njeri. Dhe pastaj
me zjarë, erëzi, ondeze, unëzime, po çdo izor me shpatë e grive. O pushkuq, o shkapëzi, përpjet, prije Shqipërinë për lindja shpirti, edhe fuqinë. Yrnek për qinë, për botën andër e qiell i ri. Juar të fitën në juara! Botën andër e qiell i ri. Dhe ne jam i të mbyllë në vargjet e apë në shkallës, a e njështë një jukë të morin. Të njërat bukra kurqësi, të njërat shenjta që bajnë me dekar norin për të shenjtë një ri. Jo në furës të me nërtuhe, si ata të me nërtuhe, në marë, në bukë, në shkallë, në arë, shqiptar jam ne, dhe du me tek shqiptar, dhe du me tek shqiptar, shqiptar. Momenti qendror i takimit ishte ceremonia e ndërimit me titullin Ambasador për Paqe, ku vlerësuan personalitete nga mbar hapësira shqiptare për kontributin e tyre në promovimin e paqes dhe mirëkuptimit. Ndër të nderuarit ishin Remzie dhe Nexhat Osmani, Reis Çiços si dhe gazetarja e televizionit të UTA, Dafina Teliçi. Remzie Osmani! E lindur në Operant të Kosovës, e shekretare e shuar e muzikës popullore dhe folklorike shqiptare e njohur si njëra interpretuese më të famshme të muzikës tradicionale. Talenti i saj u zbulua që në është vogël, në rininë e saj u angazhua në shoqërinë kulturore artistika Afrodita dhe më pas në shoqërinë Jehona, duke realizuar projekte në Kosovë, Maqedoni dhe duke interpretuar për radio Kosovën dhe Radio Jehona në Kumanov. Albumi sa i parë, Lulkuqja e Kosovës, në vitin 1984. Ajo është martuar, nënë dy fëmijëve dhe ka bashkëpunuar shpesh me vllajën e saj përkullueshëm Nexhat Osmani. Duke krijuar hite të suksesshme si në solo edhe në duet. Zonja dhe zotëri, ftoj maestro Shani Ciko, mjeshtër i madh, të premiojë artistët e mrekullueshme Remzie Osmani që nga sot do të jetë ambasadore për paqe. Duar trafike, emocione, pyetje bashkë, njëru për njëru. O sa emocion dhe shtiti me i barë. Po sa knaqësit madhe që kam profesorin që gjithmonë e kam dash dhe kam mentoruar. Nuk e kam mentoruar asnjëherë që do të marrë një titull nga ju i nderuar profesor. Po këtë di me bam vetëm zotërit e Frimi. Faleminderit shumë e vlerësuar, shumë e nderuar titull dhe vlerësimin bën që unë të rezistoj të punoj. Doja t'ju falenderoja për të vlerësimin që më bët. Doja të uroja gjithë të mirat, punë të mbarë dhe natyrisht kjo është një përgjegjësi për mua që unë mos jem thjesht një mbështetës, por të jap kontributin tim sa të mundem dhe si të mundem. Ndërkohë për zgjatur, doja ta mbyllja me atë që simboli i paqes, që për fat ne kemi shqiptare me fjalët e Nën Terezës. Le të bëjmë gjithë gjërat vogla me dashuri të madhe. Do të shkojmë në qytetin e bukur të Ulqinit, atje ku gjua shqipe frymon po kaq bukur nga një zë që është zë i Ulqinit dhe i televizionit të UTA. Dafina Teliçi, gazetare, moderatore, kryeredaktore nga Ulqini, me një karrierë të ndërtuar në televizionin e UTA që prej vitit 2014. Në shtator 2023 u emëruar kryeredaktore e këtij televizioni, detyrë të cilën e vazhdon ta bëjë sukses edhe sot. Ajo ka përvojë të gjatë
dhe të gjërë në realizimin e misioneve kulturore dhe politike, si dhe në mbullimin e zhvillimeve që lidhen me komunitetin shqiptar në origjinë dhe Malëzi. Përveç punës së gazetare, Dafina ka moderuar rreth 100 evente kulturore, konferenca dhe aktivitete politike, ka marrë pjesë si paneliste në shomen në samitin 2025 në Tiranë dhe në trajnime profesionale në institucione si Zëri i Amerikës, Radio Europa e Lirë, BIRN, Anatolia dhe TRT. Ajo shkruhet për raportim në terren, dokumentim të çështjeve komunitare dhe menaxhim editorial. Ftoj zonën Eva Çipi, ish kryetare e Federatës së Paqes, që tashmë drejton rajonin e Vlorës për të respektuar dhe vlerësuar të ambasadorët e për paqe që ka bashkë me familje nga Ujqimi, Duar Tokike, për familje e saj, Felici. E shëqëm e Duar Tokike të qas, janë e lule, po ty, kështë është. Nipi, Duar Tokike për Nipi. Sfari, faleminderit për nderin që më bëre, faleminderit që më vjen edhe milionë nga njëzojnë, sepse gjithmonë e dua këtë përkrajën Gruaja e Fugës. Kam kënaqësi që sot jam me familjen e Gjakut këtu, por edhe me familjen që unë punoj prej më shumë se 12 vitesh, që është televizioni Teuta. Kjo moto, dua i Zotin, familjen dhe kombin, qëndron në familjen time Gjakut dhe në familjen e televizionit Teuta. Ne përmes programeve tona, gjithmonë kemi harmoninë për qoftë Bajram apo Krishtlindje. Ne në televizionin Teuta mbullim këmbë shumë që familja ka babë dhe nënë, pra ka prindrin. Dhe ne në televizionin Teuta, çfarë kemi moton më të rëndësishme është kombi. Prandaj, çdo programi dedikohet shqiptarëve jo vetëm në komunën e Ulqinit, por kudo ku janë në botë. Familja ime Gjakut, faleminderit për përkrahjen, pa ju kjo nuk do të ishte, televizioni Teuta gjithashtu pa ju kjo nuk do të ishte. Dhe flim falenderoj përzemërsisht, gëzuar festat e 28 nëntorit dhe ma dëshmoj që Shqipëria me të vërtetë është shteti ymë anë, sepse kjo nuk është për Dafinën, kjo është për gjithë shqiptarët në Malëzi. Faleminderit. Pas marrjes së titullit, gazetarja Dafina Teliqi shpreu mirënjohjen e saj, duke e konsideruar dekurimin si një vlerësim për punën dhe ndikimin e saj në media. Ndërkohë zotëri Defremet Hasani theksoi rëndësinë e eventit dhe rolin që ka në nxitjen e vlerave shoqërore, bashkëpunimit dhe përfshirjes së figurave me kontribut të spikatur në komunitet. Atër kur më kontaktoj kryetari i Federatës Ambasadës së Paqes në Tiranë, Defremet Hasani, me të vërtet ndjeva emocione, por ndoshta nuk e dija se sa emocione do të merrja kur do vija dhe të isha prezente. Emocione të mëdha mora sonte, duke falenderuar familjen time, ata të cilët më përkrahin gjithmonë, duke falenderuar televizionin Teuta që nga fillesat e mia ka qenë krahu im i djathtë në profesion edhe vazhdon të jetë. Mund të them që të marrësh një titull të tillë nuk është thjesht ajo paqësorja që mos kesh konfliktet, por mban një peshë më të madhe nga aspekti profesional dhe asaj se për çfarë unë e fitova dhe përfaqësoj atë që në televizionin Teuta duhet të kemi primare atë që e kishim edhe aty. Mos kemi konflikte fetare, të jemi në harmoni fetare, të jemi pro familjes, prindrit, nën dhe babë, dhe mbi gjitha ta ruajmë kombin. Atë që televizioni Teuta ka moto, sepse është pranë të gjithë shqiptarëve që janë, jo vetëm në komunën e Ulqinit, por kudo gjenden. Ajo çfarë më gëzon është që kryetari i Federatës, Defremet Hasani, është vetë një gazetare dhe kur një koleg yti, kur një profesionist i cili ai ka shumë vite, më shumë eksperiencë unë, të vlerëson për punën që bën, mund të them që edhe vetë titulli ka një kuptim më shumë kur vjen nga e njëjta fushë. Personalitetet tjera të cilat u dekoruan sonte, gjithashtu kanë kontribute të mëdha në fushat e artit edhe në sferën, le të themi, të humanizmit edhe të vlerave të kombit që mbartin. Prandaj ndihem e vlerësuar që isha në mesin e tyre. E sidomos kur gjithë le të themi, ky shpërblim apo kjo dekorat vjen në festat e nëntorit. 28 nëntori është festa më e madhe e shqiptarëve, edhe besoj se të gjithë ne shqiptarët që jemi të ndarë nga shteti e ndjejmë edhe më shumë. Unë e thash kur e mora certifikatën, kjo nuk është vetëm e imja, është e gjithë familjes time, e gjithë televizionit Teuta dhe gjithë shqiptarëve,
edhe uroj shumë që t'jetë për gjithë ato të rinj që kanë ëndra të bëhen gazetar, edhe në një vend të vogël si televizionit të UTA ka vend që të bëhesh gazetar, ka vend në ekranin e shtëpisë sonë mediatike, por ka vend edhe kur ajo vlerësohet, ja ku e kam, faleminderit. Ka një yll Ulqini që quhet Dafina Teliçi, moderatore, gazetare, qytetare mbi gjitha dhe sot ambasadore për paqen, duke deguru Dafinën, unë kam deguru gjithë Ulqinin sot që e dua shumë, i dua Ulqinakët, sepse janë shqiptar bio. Faleminderit Ulqini, faleminderit presidentit televizionit të UTA, familjes Dafinës dhe gjithë atyre që e shoqëruan në ditën më të bukur të jetës së saj. Faleminderit. Na tregoni pak për këtë eventin e natës së sonshme, çfarë mbart me vete përveç këtyre dekoratave? Po ne kishim qëllim të ruaj me fanatizëm familjen, gjëja më e çmuar, më e shtrenjtë për shqiptarët mendoj që është familja. Të duam familjen, të duam kombin dhe të duam Zotin, të respektojmë Zotin. Kështu që këto ishin 3 kolonat kryesore që ne organizuam të aktivitet në prag të festave, festës së flamurit, që ne bëm pikërisht në prag të 28 nëntorit, dhe mendoj që duke përzgjedhur këta yje të shqiptarisë në gazetari, në art, në shkencë, në mjekësi, në shumë fusha tjera, i kemi bërë nder jo individit, por i kemi bërë nder qyteteve nga vinë, krajinave nga vinë, i kemi bërë nder shqiptarisë dhe atyre që punojnë jo vetëm për familjen e tyre, por punojnë për shoqërinë dhe për atë Shqipërinë që duam ta shohim gjithë bashkë, shqiptarinë që duhet ta shohim gjithë bashkë. Kështu që edhe Dafina ishte një rrezë dielli sot në këtë ditë të bukur që jashtë binte shi, brenda kishte diell. Mbrëmja u mbyll me një banket miqësor ku të pranishmit dhe personalitetet e njohura shqiptare patën mundësi të shkëmbenin biseda dhe ide.